Ne jemi të bindur që rruga jonë për të reformuar sistemin e drejtësisë, për të garantuar integritetin dhe pastërtinë e sistemit drejtësisë, sapo ka nisur. Rruga jonë për të reformuar policinë e shtetit është në drejtimin e duhur. Rruga jonë në këtë drejtim ka pengesa sigurisht, ka vështirësi, ka sakrifica, por çdo pengesë, çdo vështirësi dhe çdo sakrificë është një konfirmim për rrugën e duhur që kemi ndërmarrë, dhe në këtë kuadër çdo gërvishje apo çdo plagë që marrim rrugës na bën vetëm më të fortë. Akuzat e opozitës nuk janë më të reja për mua. Dhe ashtu siç çdo gërvishje apo çdo plagë që marrim nga segmentet e caktuara të sistemit drejtësisë, të cilët i friksohen reformës në drejtësi, ashtu dhe opozita me deklaratat e veta vetëm na bind më shumë se kjo është rruga e duhur. Jam shumë i vetëdijshëm që qytetarët presin akoma më shumë prej nesh. Ashtu siç besoj jo vetëm unë, po të gjithë jemi të vetëdijshëm që mbi të gjitha qytetarët presin që drejtësia të bëjë drejtësi dhe Shqipëria të jetë më e drejtë.